Hoxhë nderuar, duam të dim se kush konsiderohet nevojtar që mund të jepet zakati. Konsiderohet nevojtar ai që nuk plotëson nevojat vjetore, një njeri që nuk ka një zanat për të mbajtur me të, që nuk është në punë dhe nuk ka me çfarë të mbahet, por edhe një njeri që ka një profesion, që ka një zanat, mirë po të ardhurat që merr nuk mjaftojnë për të mbuluar shpenzimet e tij dhe shpenzimet e familjes së tij, shpenzimet vjetore. Mund të jepet zakat dhe njeriu që ka rrogë, por nuk mjafton kjo rrogë që merr për të plotësuar nevojat e veta dhe të familjes së tij. Por edhe një bujku që ka një tokë, ka një parcel, mirë po të ardhurat që merr, produkti që merr nuk mjafton për plotësimin e nevojave vjetore. Zakati mund të jepet dhe njeriu që ka nevojë të martohet dhe nuk ka mundësi që të plotësojë shpenzimet e martesës. Mund të jepet zakati edhe njeriu që ka nevojë për strehim, për banesë, për shtëpi. Ai mund të ketë të ardhura vjetore të mjaftueshme për të jetuar vetë dhe familja e tij, por ai nuk ka mundësi që të blejë një shtëpi. Sidomos në kushtet tona kur çmimet e shtëpive, domethënë janë shumë të shtrejta dhe e ka të vështirë njeriu që të blejë një shtëpi, kështu që mund ndihmohet me para zakati që të arrijë të blejë një shtëpi. Zakati mund të jepet edhe një personi, domethënë që ka nevojë për mjetet e zanatit dhe profesionit të tij. Ka një person, ka një profesion, ka një zanat, mirë po i nevojiten mjetet për të ushtruar zanatin e tij, kështu që mund të ndihmohet me zakat në mënyrë që të mund të blejë mjetet që i nevojiten për të ushtruar zanatin e tij.